Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për mbi të gjithë ju që jeni sonë të bashkë. E falenderojmë të madhen Zot edhe për sot, se na ndihmoi që ta agjerojmë, të falim namaz, të japim iftar, të shkojmë për iftar, se janë që gjitha normale, edhe me dhonë iftar, edhe me shku për iftar. E falenderojmë të madhen Zot. Edhe ta dini se cili prej jush që në këtë moment është në xhami, është në mëshirën e Zotit xhel xhelaluhu. Pra Zoti e ka dëshfar. Nuk ka arrit shejtani i mallkuar që t'i kapi këta njerëz. Megjithëse elhamdulillah prej Zotit i kena të lidh, po shpresoj që edhe mas Ramazanit mos të kenë punë me ju. Allahu ju bekoft gjithë inshallah. Sona do flas vetëm për dy fjalë. Në librin e Zotit, në Kur'an, janë dy gjona shumë të rëndësishme. Sepse kur themi që kelamullah, fjala Allahu xhel xhelaluhu, është baza e gjithçkas. Pra këtu ndërtohet gjithçka, ke ky libër merret gjithçka, jeta, morali, në këtë botë, në botën e varrit, në botën e përtemit, gjitha të ky libër i Zotit xhel xhelaluhu. Çfarë na thotë më Zoti në Kur'anin e Madhërueshëm? Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Me të vërtetë thot, veprat e mira i shkatrojnë veprat e këqija, i mundin veprat e këqija, i fshin veprat e këqija, veprat e mira, gjithmonë janë më të fuqishme se sa veprat e këqija. Si për shembull, Allahu na tregon nëpërmjet gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe thot për një vepër të mirë që e kryen njëri prej jush, Allahu ja shënon 10 vepra. Nëse një vepër të keqe që e kryen njëri prej jush, Allahu e shënon vetëm një. Pra vetëm në këtë moment janë 10 me 1. Pra këto janë 10 vepra të mira, kjo është një vepër e mirë. Dhe ky proporcion vjen të korrekt. Deri në 700 me 1. Wallahi, këtë mos ta harroni. Domethënë gjithë veprat e këqija janë dizavantazh. Po plus që kanë edhe këtë variante që këto të mira, tash duke qenë më shumë, e fshin këtë keqen. E zhdukin. Është urdhni i Zotit. Pse Allahu e do robin? Allahu e pret robin. Pra ne i lën jetat e gjata, ndoshta pendohet. A dini se edhe një nga njerëzit më të këqij që ka qenë në botë, faraoni, ishte mbret. Allahu i kishte dhënë pasuri shumë. Gjon s'len të pa bën nga punë të këqija. Derisa tha, unë jam Zot. Shihni, këto çoi vetë. Pasuria, pushteti, këto begati që i kishte dhënë Zoti, ja morën tronin. Tu bashkëpunoi me shejtanin dhe unë jam Zot. Ai dini se i ka thonë Musait alayhis salam Allahu xhel xhelaluhu, o Musa, shkoni tha bashkë me Harunin, e ne i thoni Firaunit tha folni fjalë mira, ndoshta pendohet. Çfarë gjinove shke boti? A ke thonë në njëri për ju që unë jam Zoti? A keni dalë të vra me letin rrugës ju? A keni dalë të vjedhë të dhuno me letin rrugës ju? Ja. Çfarë keni bëju nga gjinofët? Pra, për gjinofët e vogla. Shifeni, çfarë gjinofçari ka qenë, çfarë i ka thoni mu dhe Zot, shkoni tha, folni me fjalë të buta ati. Ndoshta pendohet. Qaja kishte pre me faturën, por kjo është këshilla e Allahut për ne. Edhe ne, edhe për ju që jeni këtu. Edhe ata që jeni jashtë xhamisë, ne ju drejtohemi, merrni me të butë. Ka fillu me agjëru, elhamdulillah. Agjëro. Hajde pa abdes. S'ka gale. Vetëm hajde nxojë, çfarë flitet, çfarë bëhet. Të kuptosh se çka është. Mos e ne avash merr në abdes. Fillon namazin. Të gjithë kështu kemi filluar nga pak, nga hiçi, nga zera. Kështu kanë qenë gjithë njerëzit.
nuk kanë ardhur, kështu që kanë lind direkt kështu të përsas. Edhe shife pra se si ta fshi. Një variant tjetër i fshirjes veprës keqe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur do që të bëni një gjinof, shoqënoni me i vepër të mirë. E bëni një gjinof se o Zot më falë, shkoj jep në sadaka. Shkon dhe ndihmon njëri, boj ditë punë i kemi pas thonë, boj veprim i shërbim pa lekë diçka që të mund është me i bati, shko kryej veprim atje, pse atëherë e ke fshi këtë veprën në keqe, e ke çdo. Edhe e dyta, që fshihet në vend, kështu mrena sekondit, me thonë o Zot më fal. Qoftë se është robi, me i kërku falje, po kjo kërkesa e faljes për shumicën e njerëzve është pak e rëndë, po më vjen zor atë. Shiko, mos të vëj zor. I hynë më hak, e shave, ofendove, rënove, po shive se, do lajë diçka të shi. Po a të regoj si që më kanë vetë. Ishte muaj Ramazanit. Rreth viteve 85. Agjerojshim tinës. Po s'kishim ushqim për të hëngër. Ishim shumë do. Edhe u punojshë në atje ke aeroporti, edhe te ka pas i mens, pa ka pas kos të mirë. Edhe plesha kos çdo ditë të ke mensa, e mersha e majsha ke puna dhe që ta kishi për mnesit, mjesta për mdargët. Gjendje vështirë agjerimi. Shkoj e ma atë kosin, po kanë qenë disa tip tasash alumini, standard ishe ato. Mersha 3 copë në ato. Mirë, po më dukshin sikur i kishte hedhë pak kosaj. Edhe